Saliani me foltore me sallën plot, Berisha biseda me salla gjysmëbosh, jo vetëm fizikisht, por edhe online. Betejë në distancë për Partinë Demokratike vijon. Saliani zgjodhi Lezhën, doktori kombinatin, aty ku Saliani ishte për herë të fundit drejtues, por shpejt ia gjeti zvendësuesin, ish bashkëpunëtorin e tij të foltoreve, Ilir Ali Mehmetin. Në foltoren paralele, Saliani kërkoi bashkim. Të bashkojmë demokratët të gjithë, pas që dalim, të cilët dërgjen prej 13 vitesh në opozit, të lejmë pas ndasit, të bashkojmë popullin opozitar rreth Partisë Demokratike dhe të bëjmë të mundur rotacionin. Por Berisha ju përgjigj negativisht. Dyert e bashkimit i hap dhe i mbyll vetëm ai. Me ne nuk kanë rrugë ata që bashkëpunojnë me kundërshtarin tonë. Jo, ata nuk kanë rrugë me ne. A ka nga ata? Ka, s'mund ta mohojnë. Kemi patur. Atë shko me partinë tënde, ti s'ke punë me këtë parti. Kjo është parti që dhënë për opozit, kjo që dhënë me baflirte me socialistët, ta më thonë. Dhe me këta, ata e përjashtojnë vetën. Ndahen vetë nga ne, edhe nuk shojmë asgjë, nuk mbasim asgjë për këtë. Berisha vetë përjashton Salianin, por ndërsa zgjedhjet në Partinë Demokratike afrojnë, akuzat e Salianit shkojnë deri tek Noka dhe Bardhi. Shqetësimi i Partisë Demokratike është si 5 fantastikët që rrinë aty në leadership, nuk i dëgjojnë shqetësimet e Partisë Demokratike, nuk i dëgjojnë shqetësimet e demokratëve. Shqetësim nuk janë demokratët që reagojnë. Shqetësim janë ata që justifikojnë nga zgjedhja në zgjedhje humbjet. Kurse Berishës i bëri të qartë se s'ka ndërmend të largohet nga Partia Demokratike. Ç'është ky leadership që kërkon të përjashtojë antarësinë? Cilën antarësi? Ata që kanë sakrifikuar për 13 vite me radhë gjithçka? Antarësia përjashton leadershipin me votë. Po ja u them qartësisht, për cilin do që e gënjen mendja. Unë nuk krijoj forcë tjetër politike. Shtëpia ime politike është Partia Demokratike. Partinë Demokratike do ta ndryshojmë. Partinë Demokratike do ta bëjmë fituese.